E tani miqtë të dashur, në vazhdim keni një material I cili ka të bëjë me njërin prej menaxherave më të mirë në estradën muzikore, është ai Faton Shoshi, I cili vjen në prive për të na thënë shumë përgjigje për pikpyetjet që I kemi. Çfarë ka ndodhur realisht mes tij dhe Era I Strefit, na flet më së miri vet. Ndër të tjera, do na flet edhe për artistë të ri, të cilët do t'i futen labelit të tij. E ndjekim bashkë materialin e Florian Halilit. Të qenë rryti suksesshëm sot në botën e showbizit, padyshim që duhet një menaxher I fuqishëm dhe I dej në atë që merr si përgjegjësi. Faton Shoshi mbetet njëri ndër më të suksesshmit në këtë fushë. Kemi fokusuar në numër të vogël të artistëve, për shkak që ata me pas sa më shumë sukses, edhe fokusi jam gjithmonë që të kryj punën si menaxher, jo si mu përdit atë dhe në muzikë të artistëve, edhe në punë që së më takojnë mu. E që ajo menoj që më bënë si menaxher më suksesshëm, për shkak që e bëj veç punën e menaxherit. Nesër Music titullohet labeli që Shoshi e krijoi para disa vitesh dhe funksionoi si më I suksesshëm në tregun muzikor shqiptar. Këto janë disa merita që s'mund të mos diktohen nga pjesëtarët e tjerë të estradës. Si till, në fillim kishte dy emra, Lebi Vula, Era I Strefi dhe kompania e inqizimeve Red Box Entertainment. Me kohën u shtua dhe reperi I Buta. Sa këngëtar kanë menaxhim sot kjo kompani? Sot I kam Ledrin edhe Butën. Shpresoj që shumë shpejt kemi mos gjenu edhe ndërkombëtarisht. Jam në disa negociata me disa artistë ndërkombëtar edhe me një label ndërkombëtar në New York. Jam shumë për realizimet marrëveshjes. Shpresoj që shumë shpejt edhe kam e kry marrëveshjen edhe me bli edhe një kompani cilën do t'ja ndajam në kom ja bu edhe asoj kompanisë nesër Music. Të gjithë buzuam kur kuptuam suksesin e Erës edhe për te kufeve. Ko pas kohë dëgjuam thashëtheme të ndryshme për Fatonin dhe këngëtarën, deri në kohën kur edhe Fatoni vendos të flas haptaze për atë se çfarë ndodhi realisht mes dyshës. Po me Erën na ndodhen disa mosmarrëveshje, cilën mendova që edhe Era edhe në pajtum që mos të bashkëpunu mu, për shkak që mos më orte për kur fillojnë mosmarrëveshjet, ma mirë me ndërte bashkëpunimin në fillim se so pak ma vonë se veç shkojnë të rrit problemet edhe se na fillun veç më rrit problemet edhe vendosëm që një ndo rrugë. Unë me vazhdu rrugëve të mija, Era me vazhdu rrugëve të veta dhe ma mirë më ndo paq se sa më ndo dikur pak me stritja me shto më fektë. Përveç kësaj, mes tyre përfal edhe për një lidhje sentimentale. A dolëm një pyetje tjetër ma me këtë talë. Këta janë të ndarëse për këtë punës profesionale, të dy vazhdojnë të vetëm. Kjo shton kuriozitetin se do të ketë njëri bashkim të mundshëm. Për momentin nuk e besoj. Jam I fokusuar në artista të ri, edhe nuk ma mërmend. Të gjithë kemi kuptuar tashmë se po ti jesh menaxher detyrohesh të investosh në artistin që zotron me qëllim përfitimin të ardhmen. Udhëtimet, këngët, klipet janë investime të mëdha. Fatoni është plus apo minus me artistët e tij për gjatë vitit që e lan pas. Alo tash fundi vitit e nakon, më kon të mbyll vitin me Ledrin edhe me Butën, të më vetë shumë I suksesshëm. Për ka unë Erës alo nuk I kena bu mbylljen e vitit edhe kalkulimet që a jena plus apo minus. Pasi honës që bëri kënga Bon Bon gjithandej, u prit një tjetër goditje nga artistja, por Ultrasonic Music e sollën atë një version më të qetë, me Redrom, e më pas duetin me French Montana. Ekziston një pyetje konkrete, çfarë po ndodh me karrierën ndërkombëtare të Era I Strefit si artiste ndërkombëtare? Po nuk e besoj. Besoj që Era ka me jesë për fora, gjitha mundësit I ka, nuk ka pse mos me jetë kontrata jam me Erën edhe me Ultrën që I kena pas, është pak që është përmes kompanisë teme, po tash kena do të më ullë edhe njerë edhe me këshyrë ku po mesin, që po na mesin
gjitha e ardhmja, që përna mit e ardhmja e kontratës, ja lu qatë kontratë me vazhduera, nuk kem kukujna me bu keq, jem me ecë njerëzit përpara, nuk kem një njeri që për një interes financiar e bllokoj kërkën. Kam qef, kur kam e blloku, kam qef gjithë me kohë përpara, edhe me kam qef me kohë të përparu. Bon Bon ishte formula sukses të këngëtarës ekstravagante, por kjo nuk ishte vazhdimi i saj në tregun e huaj. U bë një ribrendim i saj në stilin e muzikës dhe të performuarit. Besoj që kjo një pikë gabime kryesore që e ka bu në tarmën e erës. Kjo gabimi i parë i redromit nuk kun as foj i erës as foj jam, po kun foj i label-it cilin kena bashkëpunu, se ata kanë shpresu shumë kongën redrom që ka me dhez, edhe ajo nuk konga dhezi, po jo pritshmëri që kena pas në atë kongë, nuk i patëm, edhe gabimi i dytë të kun me edhe besoj që Frenç që një artist shumë i madh, po nuk e pun ajo që unë e kom besu shumë. Besoj që ma më favor të erës, edhe ma të mirë e erës, o kun mu këthy me bo muzikë ku ka bo. Gjithmonë në qatë muzikën që veç që anisi bota me dashtë. Para se të publikojë bashkëpunime me French Montana, këngëtarja kishte realizuar edhe shumë këngë të tjera, mes tyre ishte edhe bashkëpunime me yllin Sia. Kënga nuk u publikua asnjëherë, e me sa duket e as tani nuk do të jetë e pranishme tek veshi i dëgjuesve. Jo, ato këngë kanë me mit pa publikume, tash veç që se bën këngë treja, inshallah bën këngë treja, ma të mira, që që të ka ma herët kom qef me po njerëzit veç mirë, pavarësisht a punon me mua as punon. U përfol në qaqe të ngushta se Fatoni është paditur nga Sony Music, por mos koreksin kontratën e tij me ta për artistën. Mirë po, nga publikimet e para të kontratës dhe vazhdimi i punës së erës, na le të kuptojmë që ky nuk është edhe shumë i vërtetë si lajm. Mas pari nuk ka mundësi me padit se korrekcia edhe gjitha janë ku me ultrën në rregull, nuk ka mundësi, nuk ekziston asnjë mundësi që mu më mujt me padit ultra. Për kundër që unë më padit ultra. Ledri, një prej meshkujve më të suksesshëm në tregun tonë. Buta, emër i ri e pjesë e labelit Nesër. Nëse 2017 ishte më së suksesshëm për ta, 2018 ka rezervuar shumë risi për karrierën e artistëve brenda grupit. Ledri në 2018 ka marrë me album, ka me pas bashkëpunime, ka këngë shumë mira, ka me konë besoj që i për albumën më të mirë që e realizu në herë për një artisti shqiptar, ka me konë albumi Ledrit, është gjithçka me përmasa ndërkombëtare, edhe besoj që kam ju pëlqy shumë. Ka me pas shumë surpriza në album të Ledrit. Saj përket Butës, tash sa u ktheva për New Yorkut, e kom arrit një bashkëpunim edhe me Butën me një artist ndërkombëtar, që do ka jetë shumë mirë në Amerikë. Edhe besoj që në mujtë në ka me publiku edhe Buta klipin, edhe Buta ka bashkëpunime shumë mira me artista shqiptar. Mas suksesit e emrave shqiptar në linjën e muzikës botërore, shumë këngëtar prej estradës sonë morën rrugën e të bërit yll edhe jashtë kufive. Duke u dukur si një punë e lehtë, e ndoshta e ngatëruan me dëshirën e tyre për të kapur famën. Dëgjuan për kontrata gjithandej. Për dikë kishte diçka të vërtetë, për dikë lirshëm mund themi që ishte mashtrim për publikun. Po, për me provu është mirë krejt. Pse mos me provu me dhe ndërkombëtarisht, po metoda që mënyra që po dojnë me shku, besoj që metode gabume, se na me erën këna dhejës pej Kosovë, nuk kena kun une, nuk jem aj që i shkoj i njeki labellat ose kompani ndërkombëtare muzikës, mi njeki që me në shumë artiste mi. Une me punën që e bënti, me punën që kena buhet mirë në Kosovë, ata veç e nordë. Edhe kena pas me erën Jovic, Sonin Jovic Ultrën, kena pas Republikën, kena pas Darner, kena pas gjithë labela, po kontrata ma shumë që nga konvenoj kjo kun me Ultrën edhe Sonin. Për ata arsye kena në shku, po gjithë kena pas. S'ki nevoj me shku kërkon, pej Kosovë, që se dhejtë ata i kanë sytë kana, e din që si të ka një kongë mirë ose o një
këngëtore se këngëtore e mirë, ata vinë vetë lypin. Nuk i nevojë, po me provu, ja vlen me provu. Nesër Music tash do të zgjerohet me degat e saj edhe në SBA, kështu duke bërë më të lehtë ndërtimin e artistëve shqiptar në tregun ndërkombëtar.